ruajtje e imazhit të besimit, ruajtje e emrit të Allahut të mënduar. E a ka për musliman autoritet më i madh, më i rëndësishëm se Allahu xhallahu ala? Padyshim se nuk ka. Autoriteti më i rëndësishëm për musliman është Allahu xhallahu ala. Emri më i madh për musliman është emri i Allahut azza wa jall. Prandaj besimtari tenton që maksimalisht me rujt këtë emër, mos me shkel këtë emër. Në veçanti kur ky emër përdoret edhe në betim. Veçanërisht. Kur thot muslimani pasha Allahun, u krye punë, pos deka, ose kush që di çfarë arsye madhe, nuk e shkel kur betimin e Allahut azza wa jall. Nga se shkelja e betimit është nga gjunat e mëdha, është gjuna i madh. Prandaj të ndërvozë jo rreth në praktikat e njerëzve gjejmë që njerëz betohen. Fjalë goju ka, pasha Zoti, pasha Allahu, pasha Zoti. Mos bëhen Allahu azza wa jall. Nuk duhet me bën zakon me u betu në Allah xhallahu ala. Nga sa ajo është për raste të jashtëzakonshme. Njerëzit duhet me mësu, me i besu njëri tjetrin pas fjalës. E betimi është për diçka shumë të veçantë. Kur diçka nime duhet shumë me garantu se kimi u përmbajt. Ama që betimi të bëhet rutinë, fjalë goje, çdo ditë fjalë pasha Zoti, kjo nuk është e ndershme, kjo nuk është e duhur. Kjo është padyshim rrezikim që me shkel emrin e Allahut edhe me shkel betimin e Allahut xhallahu ala. E shkelja e betimit të Allahut azza wa jall, padyshim sikur të thash është gjuna e madh, është për mëkate të mëdha. Për këtë arsye, muslimani nuk betohet. Muslimani është i sinqert, është i besueshëm me fjalën e tij. Nuk ka me u betu. Mirë po nëse e kërkon situata për rrethona të caktuara, po betohet. Mirë po, jo çdo dy të fjalë të ketë betim. Për faktin se nëse nuk i besojmë njëri tjetrit për se duke u betu, ku jetë besueshmëria atëre? Ku jetë nderi, ku jetë karakteri i çdo kujt për njerëzve? Nëse për shembull në asnjë sens i besojmë, ja, ti bombe. Edhe nëse më thjeshta, çka tregon kjo? Kjo tregon se besueshmëria, domthonë e njerëzve në këtë vend ka ra në nivel më të ulëmundshëm. E kjo është shqetësuese. Njerëzit duhet me qenë të besueshëm, duhet me qenë sinqert, e duhet me qenë të vërtet në fjalët e tyre. Ndërsa betimi është përgjithësisht sikur sa është rralla.